Të dashur qytetar të Gjirokastrës, të dashur vëllezër dhe motra. Ramazani na vjen si një mysafir i bekuar, i mbushur me mëshirë, me falje dhe me begati. Është muaji i zemrave që pastrohen, i shpirtit që forcohet dhe i kthimit edhe i lidhjes me Allahun, me Zotin ton të madhëruar. Në këtë muaj të shenjtë kemi një mundësi të pasëvendësueshme, të çmuar, për të ndalur, për të reflektuar dhe për të forcuar lidhjen tonë me krijuesin tonë dhe me njëri tjetrin. Le ta bëjmë këtë Ramazan një pikë kthese në jetën tonë, duke shtuar namazin, duke shtuar lutjet e thella dhe duke treguar kujdes e solidaritet ndaj atyre që janë në nevojë në qytetin tonë dhe në vendin tonë. Ramazani na mëson durimin, na mëson sinqeritetin, na mëson bashkimin me njëri tjetrin. Le ta forcojmë unitetin dhe harmoninë mes nesh, që Gjirokastra jonë, që Shqipëria jonë të jetë gjithmonë një vend i paqes, i respektit dhe i mirëkuptimit mes të gjithë banorëve të saj. Lutim Allahun që ta pranoj agjërimin dhe çdo vepër të mirë nga ne dhe të na dhurojë mirësinë e këtij muaji të begat dhe të natës së Kadrit që është në të. Ramazan të begat për të gjithë familjet tuaja dhe agjërim të lehtë e të pranuar për gjithë secilin prej jush.